Faleminderit nderuar koleg, fillojmë pa humbur kohë mbledhjen e grupit, një pjesë të kolegëve do na bashkohen, janë rrugës për shkak të mbledhjes të komisioneve parlamentare, pa humbur kohë, po I kaloj fjalën kryetarit të partisë, profesor doktor Sali Berishës. Analiza e sistemit drejtësisë në parlament përbën ngjarjen më të veçantë ose ngjarjen ndër më të rëndësishme, një rëndësi të veçantë për çdo qytetar shqiptar. Sot të dhënat të padiskutueshme faktojnë dështimin e plot, kolapsin e plot të atij sistemi që u krijua mbi bazën e reformës George Sorosit në këtë vend. Ata të cilët e mbështeten këtë reformë përpiqen tani me shpifje, me mashtrime dhe me forma të ndryshme të mbulojnë dështimin e tmerrshëm, të mbulojnë faktin se ka një vend në planet dhe jo në Mars, në të cilin zbardhja e vendimit të gjykatës kërkon 1200 ditë. Ka një vend dhe këtë standard e solli reforme e George Sorosit e bazuar në një korrupsion të papar. Unë I përgëzoj kryetarët e institucioneve të drejtësisë që paten kurajon të thonë shqiptarëve të vërtetën. Paten kurajon që para jush në parlament të pohojnë se shqiptarët tani presin 16 vite për një proces. Dhe se nga një vit në vitin tjetër, kjo distancë, kjo afat është shkurtuar 16 ditë. Ata që I imponuan Shqipërisë këtë katastrofë, nuk kanë moral, nuk kanë integritet, të u kërkojnë ndjes shqiptarëve për shkatrimin që I bën një sistemi fragjil siç ishte sistemi I drejtësisë. Ata që u premtuan shqiptarëve se do bjeri korrupsioni, unë ju garantoj ju se korrupsioni është minimumi 3 gjerë 5 fishuar. Dhe se skapi I partisë aktualisht është institucioni më I korruptuar në historinë e drejtësisë shqiptare. Ju keni ndigjuar se njerëzit me një besim normal dhe opozita duke dëshmuar se qëndron luajale ndaj shtetit ligjor, ndaj shoqërisë me shtet, dërgojnë dosjet panumërta. A e dini ju çfarë ndodh? Dosjet mbyllen kundrejt rishfetëve. Dosjet
në skap mbyllen kundrejt rishfeteve. Prandaj dhe aty kthehen në turshi ato aty. Po, zyrtarë që kanë vjedh qytetarët, që janë banë milionerë duke vjedh qytetarët, kur shkojnë dosjet aty, i mbyllin nëpërmjet rishfetit. E pa jashtë çdo lloj standardi. Sigurisht që e ndjek, edhe ju e ndiqni, po e ndjek me shumë preokupim. Kur në dosjet e Lubi Ballukut janë të qarta si kristali mbi 2.2 miliardë euro. Lubia do merret e pandehur për 1 milion euro, për ma pak mbase. Pra, e vërteta është se dosjet mbyllen me qese parash. Dhe kjo është një gjë të mërshme për këtë vend. Të dashur qytetarë dhe qytetare, jam përpjekur të informoj. Dhe para një viti bëra një analizë. Mora raportet e Departamentit të Shtetit, statistiken e këtyre raporteve. Të vitit 2007-2008. Jo, më fali, 2008-2009. Statistiken e këtyre raporteve i kam këtu. Të vitit 2008-2009. Çfarë tregonin këto raporte? Këto tregonin se në këto 2 vite task forca kundër korrupsionit çoi në gjykat, por ajo që ka më rëndësi, nga gjykata dosjet dërguara nga task forca në gjykat, u dënuan 630 zyrtarë në 2 vite. U dënuan 630 zyrtarë. Do e thëmë pse, ku është? Shumë e thjeshtë. Në 2 vite, si pas raportit të Altin Troplinit dhe të prokurorit përgjithshëm, të paraqitura në parlament viti 2022-2023, janë dënuar gjithsejt 199 persona për korrupsion dhe një pjesë e këtyre 199 janë dhe për krim të organizuar. Pra, 3 herë më pak. 3 herë më pak. Prisni. Njerë, që thëmë vërtetat, jam i hapur me ju, i një gjova në një raport, thanë që nuk sjellin dosje. Dhe qarkulloj dhe ajo në rasu kujtë urdhri e diram, si u thoshte, asnjë dokument nuk do dërgoni kund pa firmën time, pa urdhën time, po thashë kanë bllokuar. S'ka mundësi. Mirë po, kur ne vërshum dosjet tona, kur qytetarët filluan të vërshojnë, aty asgjë nuk lëviz. Sepse aty bën pazare me dosjet. Hajduti që ka vjedh zyrtari Hajduti që ka vjedh qytetarët, tani një pjesë atyra parave i përdor për të ble prokurorin e skapit. Pse s'ndodhte përpara kjo? Pse përpara? Në 2 vite u dënuan 630, sepse përpara ishte task force. Çfarë do thot kjo? Kjo do thot që se mbyllte do dosjen. As prokurori, as polici kriminal, as hetuesi, as doganjeri, ishte të gjithë bashkë. Dhe në qoftë se njeri thoshte, mëse kjo, tjetëri thoshte jo.
Pra, veprimin në grup, kurse tani na thot këtë, ndigjoni që thot këtë Troplini, prokurori është krejt i pavarur, zvarë. Po pranaj se është i pavarur për pazaret, aja më do, po jo. Kjo është gjë kjo është arsyeja. Të shifni ju dosjet e tyre, janë të pafund, ata janë falsifikator, manipulator të dosjeve. Heqin dokumenta nga dosjet, me fakte kjo. Shtojnë gjërat pa qena. Kjo është një situatë të mërësisht alarmante. I kam dëgjuar të thonë, se nuk janë dënuar përpara kryeministra, apo përpara janë dënuar 2 kryeministra, zotëri, në atë kohë kur ne, është këtu i ka dënuar njëri për këtyre. 2 kryeministra. Mashtrime ordinere të një memorie të shkurt që duhen të shkruajnë shqiptarëve historinë sipas oreksit tyre. Janë heqë imunitete zëvendës kryeministrave, edhe në vitin 2009. Anë shua po jo. Dhe kanë shkuar në procese gjyqësore. Pa ma kishte një ligj për para. Dhe ai ligj ishte ky. Asnjë ministër nuk kryeson të autoritetet kontraktuese. Me ligj e ndaluar. Dhe atë ligj, ja mendova fal një profesori amerikan që erdhi dhe ma këshilloi. E bënti këtë, e bëj me njeri, thashun. Dhe e bëra sa erdhe në pushtet. S'kishte. Kështu që po të shtinte dorën ministri, i dilte dorë e zez aty. Pra na ju dënuan 630. Ishte task force. Kurse tani, paguajnë shumë atë të mërshme. U themun ju, në ushtrinë e Lubis, ju garantoj që dosjet mund t'jenë edhe 15 aty. Nuk ka ajo, se ajo nuk njifte të, nuk njifte kufia as gjë, do më dam të apë. Në e i ba nga botrore, thoshte se e shifte abuzimin e të mërshëm. Vetëm në një verë kanë shpërdoruar 600 milion euro në tregun e energjisë. Janë të gjitha dokumentuara. Dhe Banka Botërore e shefu thot, do bëni thot bursë energjisë, ose zbandëm, që si u bë bursa, ku pyste në bia për bursën? Jo, të gjitha i bënde jashtë bursë për sëri. Gjdo tender për shitblerë e energjie jashtë bursë. Se njërë rrime dhe flasim për tunele Llogaras, është lule tuneli me 50 milion. Energjia është shitur me 170 euro, faktikisht është shitur edhe me 23 euro, po ajo pastaj është eksportuar me 170 euro dhe është blerë nga shqiptarët me 305 euro. Me dokumenta këto. Me dokumenta të gjitha. Dhe por ne do vazhdojmë, ne mbrojmë interesin e shqiptarëve. Ata që thonë se jo po fjalë, jo, ne respektojmë absolutisht me respektin më të madh. Çdo gjykac, çdo hetues, çdo prokuror i heqim kapele dhe kam shtetin ton të plot nëse qëndron me ligjin. Po si mund të pranoj unë? Si mund të pranoj unë? Altin Troplinin, që man në gjep mandat arrestin e Visit Pojs, se me Pojs përvet fare, man mandat arrestin, dhe vetëm pas të marojnë zgjedhjet të gjitha, e bën publik që ajtik. Si mund pranojmë? Një prokuror të tillë që se heton do tjeri, ja urdhër kazusi. Kazusi i Kreshnik Farrukut.
Një person i kërkur kam 4 ditë që pse e bëj? Është nga prokuroria burimi. Që ta dini këtu domethënë këto. Po. Se të tillë merr prokuroria mbyll skama, edhe vetë zot vetë shkopaj. 5 milion euro ai që të regjistrohet i vllai për krimet e tij, po çfarë do ta gjykosh ti atë këtu? E kërkoj drejtësia italiane? Shko të gjykohet atje. S'mund gjykohet 2 herë njëri për tjetër vepër njeriu. Ka parim universal drejtësia. Gjykata e Durrësit me korrektesë e arreston, vendos masën e sigurisë dhe do ta ekstradoj. Nuk lën ky. Jo, dalë se më dhe unë këtu të marca ajer. Pra dhe edhe i mbaj fryma aty në foltore. Dhe sot është nisë me një eskort si mas një burimi, ky qytetar digital. A i pari është burim zyrtar, është burim zyrtar. Edhe, po atë s'ka kush e jeton. Sot ka shkuar në Manzë. Dhe burimi thot se shkputur nga eskorta e madhe që merr, bashkë me shoferin ka shkuar në shtëpi të delinkuentit. Tani, kjo është situata. Ne bëm të pamundurën që shqiptarët të marrin vesh. Nesër janë 2 institucionet tjera, KLG-ja dhe KLP-ja. Unë vlerësoj dhe njëherë ato diskutime që bën para jush në komisione, duke paraqitur jo fshehur realitetin, por duke dëshmuar se është një katastrofë, se ishte 16 vite, tani është 16 vite më pak. A kuptoni më, zotëri, se jemi deputet ne të një vendi ku njeriu që merr një dënim, që mund t'jetë dënimi pa drejt, duhet pres 1200 ditë për të marrë vendimin e dënimit që u dha. Kurdo? Të zbardhet. Po çfarë do thot kjo, mor? Po kjo është... A mund të pranohet një situatë e tillë, më thapë? Po pse kjo? Sepse e thanë vetë ata, ka gjykatës me 1000 vendime. Shkonin në burgje, shifni njerëz aty, me qindra. S'kan marrë vendimin, rrinë aty. Prokurori i përgjithshëm, i cili duhet jetë kryesori në zbatimin e ligjshmërisë së vendit, është kukull. Ja kanë heqë të gjitha kompetencat, unë nuk e mbrojat të si person, se e dini ju vetë ato qëllimet e mia ndaj tij. Po ama, unë s'mund thëmë se ka kompetenca, ata e kanë heqë nga çdo gjë. Ky tjetri thot, e arrestuan, thot, ka keq ishte ajo që bë. Keq ishte, kush të pengoj ti të hapish çështje penale ndaj tyre që i bën ata Ilir Mec? Kush e pengoj? Është ish president ai. Është nga ata student që në 90-ën kërkoj publikisht pluralizmin, që është të vërteta. Ka qenë kryeministër, ka qenë kryetar parlamenti. Çfarë pengese kishe ti të vesh para ligjit ata që krijuan atë? Jo. Çfarë pengese kanë për prokurorin që arrestojnë në sallën e gjyqit, e arrestoi avokatin e të pandehurit? Nuk ma e men në diktaturë, nuk i donin, prokurorët i hoqen Enver Hoxha, por nuk ditë këtë arrestuar një pas procesi. I kishtë armiq, thoshtë, i hoqi i hoqi avokatin, avokatët i hoqi, po të arrestuar në salë gjyqi, s'kisha në gjuhë në herë. Urdhëro, kjo, edhe rrinë dhe shofin njëri tjetrin. Pra na edhe këto diskutime, me seriositetin më të madh, duhet
t'u themi shqiptarëve se këtë katastrofë e bëri Edi Rama me padrinun e tij, George Soros dhe networket e veta. Se kjo është e vërteta. Natyrisht, është mërësisht e dhimbshme, është dramatike. Vendi jeton me statistikat e Troplinit dhe Kokaturku që në trashëgimin 500 vjeçare. Po këto janë të vërteta. U pasë çfarë urrëtie shpërtheu kur në mënyrën më të dënueshme u ekzekutuan sallën e gjyqit gjykasi, çfarë urrëtie shpërtheu kundër drejtësisë. Nuk ka, ata janë viktima të kësaj reforme. Ja u them unë, dhe se do t'i shohim si duhet. Ata janë aktor, po janë dhe viktima të kësaj reforme. Se të shohish një shpërthim të atill, nuk kisha pa ndonjëherë. Një jetë të tërë. Ndaj dhe pa një mazhorancë krimi që ulte kokën aty, as nuk e mbrojtën dot, se s'kishin ta mbrojnë se i kishin dosjet e veta, u përpoqen ta pengojnë, dështuan edhe në atë përpjekje. Ndaj dhe ne duhet të qëndrojmë të vendosur, të bëjmë transparencë, të themi shqiptarëve se kjo është dhurata e Edi Ramës dhe George Sorosit. Dhe atyre që i mbështeten, nuk janë pak kam thënë. Dhe përpiqen tani ta mbulojnë me shpifje të ulta ndaj opozitës, ndaj idealeve të saj, ndaj programeve të saj. Por, e vërteta është që opozita ka qenë dhe mbetet e vendosur në liri dhe drejtat e individit, shtetin ligjor dhe integrimin e vendit në Bashkimin Evropian. Faleminderit. Faleminderit dhe mediave për prezencën. Vazhdojmë mbledhjen me dyert të mbyllura.